Tani kam përfunduar këtar. Edhe kryetar. Allah i rrit, mashallah. Fillimisht para se me fillu punën e pyetjeve, më vjen shumë mirë që sot ishim pjesëmarrës do thotë një organizimit këtill nga Unioni Studentor Musliman. Para se të flas për këtë organizimin, do të uroj sukses organizatës. Mendoj se është një prej pikave strategjike ku na si musliman duhet shumë të japim rëndësi dhe të kushtojmë vëmendje studentëve të sodit, të intelektualëve të arshëm, njerëzve që do të zonë vende të rëndësishme në institucionet të ndryshme. Sepse kemi të bëjmë këtu për shkollim në drejtime të ndryshme për aty me shkencave eksakte, shkencave humane, që për tyre nesër njerëzit do të dalin politolog, diplomat, njerëz studiues të lëmive të ndryshme, sociologji, psikologji, filozofi, që janë të rëndësishme për të shërbyer shoqërinë dhe për të kuptuar problemet sociale të ndryshme që vijnë, dhe atyre që janë shkencave eksakte, që janë më të rënda se shkencat humane, po edhe ato janë të rëndësishme si mjekësia, do të thotë biologjia, kimia, fizika, ku do të thotë edhe inxhinieri faktikisht përgjithësi, ku edhe ato e shërbejnë do të thotë pjesën tjetër të shoqërisë. Dhe e dyta çështje që merr dhe mirë do të thotë është që ky union ka grumbulluar njerëz prej viseve ndryshme në Shqipëri, dhe kjo është shumë me rëndësi. Dhe kjo normalisht pagës ja ka mundësuar që shumica e vendeve kanë ardhur në Tiranë dhe janë përqendruar momentalisht apo përkohësisht apo më gjatë domethënë në Tiranë. Po ajo që është më rëndësi se kryeqendrat tona, do të thotë qoftë Tirana, qoftë Prishtina, qoftë Shkupi, duhet të luajnë rolin e gërshetimit të rive edhe bashkëpunimit të tyre në aktivitetet që fillojnë dhe lidhen me xhamin dhe pastaj dalin edhe jashtë xhamisë. Dhe kështu që ky kryeqytet do thotë i afron njerëzit në bazë parimit la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe pastaj e ndihmon njëri tjetrin që atë përvojë, atë kulturë, atë dituri që e merr do thotë ta zhvendosë edhe në vendindjen e tij, qoftë si mysafir kur shkon atje, qoftë kur të kthehet për studimeve të tij. Dhe ky aktivitet që u bë sot, faktikisht si një vazhdimsi e aktiviteteve, do të them për vetë, alhamdulillah, Allahu që isha pjesëmarrës, është i rëndësishëm, sepse na shumë herë disa aktivitete parapëlqejmë, t'i vlerësojmë dhe gjykojmë për momentin, aty për aty, e kjo mendoj se është gabim si qasje dhe qëndrim. Aktivitetet dhe organizimet duhet të vlerësohen me pasojat që t'i lonë në të ardhmen, jo me jehonën që e krijojnë për momentin. Edhe shpesh edhe në këtë raport, ne kur bëmi pjesë e organizimeve, mendojmë se kjo ishte një organizim, u organizu, u mblodhëm, u mbajt fjalime edhe përfundoj. Jo. Të gjitha këto fjalime do të kenë ndikimin e tyre dhe mbresat e tyre të lanë tek të gjitha ata që kanë qenë të pranishëm, qofshin ligjërues, organizator apo pjesëmarrës. Po është më rëndësi të mbahen këto, të krijohet një tempo e këtyre simpoziumeve, një orar domethënë vjetor i caktuar, parafarsisht edhe me tema të profilizuara, dihet se do për çka do të flasim, që të jetë një kontribut në plotësimin e mangësive në vetdijen tonë fetare edhe përballje me realitetin që na gjendemi. Përsëri them Allahun e falënderoj që ishim në pjesë e këtij organizimi dhe lut Allahun që t'ju shpëlbojnë juve që ishit organizatorët dhe barsët e këtij projekti. Me vërtet kemi nevojë na të investojmë shumë në studentët që përpos lehtësimeve që mund t'u jepen atyre për të krijuar kushte më të mira për zhvillimin e studimeve, duhet gjithashtu t'i pajisim ata dhe me dituri fetare që të arrijmë të ndërtojmë një personalitet të plotë. Nesër, ai të jetë i pajisur me dituri të mjaftueshme, që është shumë më rëndësi këtu, du ta përmendi që gjithë na duhet të synojmë që jemi të shkëlqyeshëm, shembullor në studimet tona, të mos mjaftohemi me nota kalimtare, edhe
minimale, por të mundohemi të arrijmë maksimumin. Kjo është edukat pejgamberike, cilën na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ta lutni Allahun, lutni Firdausin, se ajo është grada më e lartë e xhenetit. Kështu që muslimani duhet të aspiron vazhdimisht të jetë superior. Dhe dyta do thotë të mëson fen, të fiton moral dhe edukat, që ai nesër kur të jetë në çfarë do qoftë situata dhe pozicioni, mos të mashtrohet nga të arriturat e tija personale, apo pasuria që e grumbullon, apo pozita që e fiton, dhe ai të haron pastaj obligimin karshi Zotit dhe pastaj të haron obligimin karshi vendit vet, popullit vet që e ka. Dhe padyshim këtu shumë luan rol të rëndësishëm edukimi fetar. Se vetëm njeriu që i frigohet Allahut dhe që e din se ka një ditë llogarie që do të ikë llogarive të dynjas, sikur se ndodh sot me politikat e sotit, të gjithë ata që janë pushtet janë të paprekshëm përderisa janë pushtet. Kur bin nga pushteti, futen në kalkulime dhe llogaritje dhe negociata të tolerancës njëri tjetrit dhe mbulimit të kaluarës së tij, edhe vazhdon jeta. Bëjnë pasuri madhamense, bëjnë do të thotë fuqi ekonomike të madhe, edhe nuk hetohet askush se e ka keq përdor atë pozitë. Mirë po besimtari, nëse është i aftë, mi të kalu të gjitha këto filtra, a e din se një ditë do të takohet me Allahun buxhera dhe aty nuk ka mundësi me ik asnjë filtri, edhe do të del shesh e drejta dhe ai do të jap llogari. Andaj edukimi fetar në këtë rast do të garanton për të krijuar për shembull një politikant të ndershëm, shumë më shumë se politikant të ndershëm. Garanton të krijon një administrator të ndershëm, një pedagog të ndershëm në universitet që nuk i kushton studentin apo studenten me gjëra domethënë palakmueshme për një notë kalimtare. Prodhon do thotë një inxhinier të ndershëm, e prodhon një mjek të ndershëm, e prodhon do thotë një studiues të ndershëm, një filozof të ndershëm, kështu që shoqëria jonë do thotë nuk do të ketë probleme të përditshme për shkak të mungesës së nderit dhe fesë dhe moralit në jetën e tij. Ai mund të jetë mjeku më i mirë po intervenimin e tij e kushton me rishvet. Mund të jetë profesori më i mirë po kalimin e landës tek ai e kushton me rishvet. Mund të jetë politikani më i aftë, mirë po mbetja e tij në pushtet është e lidhur ngushtë me keq përdorimin e fondeve ose të nderave kështu më radh. Dhe për atë shkak them domun, kjo iniciativë dhe ky aktivitet është shumë i rëndësishëm dhe thash që në fillim mendoj është një pikë strategjike ose një vizë strategjike veprimi që na nuk duhet ndalemi, por duhet ta kultivojmë gjithnjë, duke konsultuar me ata që janë më ditur se na në limit e fesë, edhe më ditur se na në limit e organizimit ose lëmive tjera. Se njeriu vet sa do të jetë i aftë, i mençur, inteligjent, i shkallët, përsëri është një njeri. Edhe dallon një mendje kur sa do të jetë e aftë e mençur, kur punon dhe vepron në krahasim me një veprim, një aktivitet i cili vjen se rezultat i angazhimit të shumë mendjeve. Puna ekipore do të jetë njëra prej pikave gjithashtu parimore në organizimet tona strategjike. Nuk mundet se ne shqiptarët e kemi pak si zakon dhe traditë që vetë t'i grahim, themi nga pjesa jonë t'i ngrahim punës, e kemi ma lehtë, e kemi bëjmë ma shpejt, mirë por nuk është ma e mira, ma e sukseshme. Edhe pse për momentin mund të ketë sukses ajo, por nuk është ma e sukseshme. Dallon ajo formë veprimi prej formës kur angazhohen për një çështje, do thotë një ekip i specializuar i njerëzve që mundohen domethënë të e zhvillojnë punën që është më mirë. Allahu në lut që të shpërblen të gjithë juve për këtë aktivitet edhe jo edhe domethënë që për 2001 që vite me radhë, edhe pse keni kryer studimet, mirë po përsëri riktheheni aty për të ndihmuar domosbrezat e ri që ata tua përcjellni përvojën tuaj atyve dhe ata vazhdojnë, sepse sikurse të gjithë na e dimë, për rregullave të rëndësishme të menaxhmentit është që përvojat nuk kopjohen, ama prej përvojave përfitohet. Kështu që kjo është shumë më e rëndësishme, se shumë herë ndoshta na edhe gabojmë, tentojmë për shembull një formë veprimi i suksesshëm në Shkup,
tentojmë ta bëjmë kopje në Tiranë. Është projekt i suksesshëm në Tiranë, tentojmë ta bëjmë kopje në Prishtinë. Domethënë përvojat nuk kopjohen, por prej tyre do thotë mund të përfitohet. Realitetet janë të njëjta. Po, për shkak do thotë dallimit të realiteteve objektive, por edhe barzëve të projekteve që janë dallime subjektive. Do të thotë, po shumë rrethana do thotë ato nuk mund të kopjohen, por mund të përfitohet prej tyre, dhe kështu që brezi i ri ka nevojë të përfiton nga përvoja e brezit vjetër dhe të merr përsipër përgjegjësi. Edhe pse zakonisht nga përvoja jonë e kësaj kohe që jetojmë, del se entuziazmi dhe vullneti që e kanë brezi i parë, të mos e kenë brezi i dytë apo i treti. Kjo është e vërtetë. Pse? Kjo është zhvillim social në gjitha format e zhvillimit shoqëror. Që nga një organizëm më i vogël deri te shteti. Andaj Ibn Khalduni, që përmenda unë edhe në simpozion, kur flet për perandoritë islame, tregon se ato perandori që janë themelu me mund, me lodhje, me djerës, madje edhe me gjak, me flijem, kanë mbet gjallë, do thotë shumë kohë. Për dallim prej kohës që ato perandori janë trashëguar prej fëmijëve të atyre mbretërve ose sultanave, ose kalifëve. Kur e ka trashëguar kalifatin djali i kalifit me arshëm, i cili me mund edhe me djerë se ka marrë kalifatin, ai nuk i ka zgjatë shumë, një vjet, 2, 3 dhe e ka humbë. Atë që ndoshta baba i tij është dashur dekada me radhë për ta fituar. Pse ndodh kjo? Për shkak se ky brezi i ditë nuk ja din rëndësinë vuajtjeve, lodhjeve që ka pas fillimi i organizimit. Mirë po, e kundërta duhet të jetë e saktë për zhvillim, që shpresat e mençura të popullit ton, rinia, tjetë ajo e cila do të shfrytëzon maksimalisht përvojën e kaluar të brezave vjetër, të merr përvojat më të mira të tyre dhe t'i mbindërton me përvojat e reja dhe rrethanat e reja të krijuara në vendin ku vepron, dhe kështu që ai kontribut tjetë pastaj më i sofistikuar, më i avancuar edhe më i dobishëm për rrethin. Lutë Allahun budera që gjithë ju që ndihmon në këtë rrugë, të jep durim, rruga është e gjatë, organizimet të shqiptarët janë vështira, fillimin e kanë me ofanziv, edhe pastaj shkojnë duke u zbeh e dobësu që zakonisht edhe përmbyllen me vdekje, kuptimin që mbyllet gjithë aktiviteti. Kjo nuk është gjë e mirë, nuk është shenjë e mirë, por na duhet të insistojmë të them që ato organizma që i kemi kriju, i kemi prodhu, të luftojmë me mëshë me shpirt mbeten ato, jo si pronë private e themeluesve, po thjesht mbeten si servis, do thotë institucion shërbimi shtresës të cilës i është dedikuar ai organizim. Këtë rast, edhe unë besoj që kjo përvojë ka mundësi të zhvillohet dhe ka rëndësi të mbetet gjallë, dhe besoj që nëse ju e keni përcaktuar si prioritet të veprimive tuaja, kjo do të mbetet gjallë, do të jep suksese dhe bereqete inshallah taala. Allahu u ndihmoft e u aletoft e u dhash mirë dhe bereqet inshallah taala. E tani mund të kalojmë në pyetje nëse Pa shumë të pyetjet ndoshta një zgjatim i shkurtër i asaj që thatë ju, duke marrë shkas edhe nga një teknikë që shprehet ndër të tjera në simpozium, që thatë për të pas një bërtham nga e cila ushqehesh shpirtërisht, fetarisht, dhe që të sulesh pastaj në terrenin heterogen, që të punosh edhe sa herë që të bien baterinë, kthehesh karikosh. Nga kjo kuptojmë që duhet të punojmë në disa drejtime njëherësh, ose gjithsesi të japim atë hakun që i takon. Çdo moment e selam, jepi gjithë shkaje hakun. Pra, përveç që ose fillimisht do t'ja nisim nga një forcim i marrëdhënieve me njëri tjetrin. Një shëndoshje edhe këshill vazhdueshëm me njëri tjetrin. Ashtu pastaj për të që përvoja ose puna që do bëjmë pastaj në terren jetë
e suksesshme dhe pa kosto, nga ato kosto që do i pagun pa shumë kosto të rënda, inshallah. Pika tjetër, të ajo punë e ndershmërisë, një devizë, një postulat që sot po zën vend në botën elitare akademike, sidomos në Perëndim, thonë që sot ky rend nuk ka nevojë për njerëz shumë të aftë, gjeni. Ka nevojë për njerëz me një aftësi mesatare, por të ndershëm. Pra e kanë parë krizën që industrializmi marramendes ose teknologjia galopante që vrapon, ka një tëmet të madhe që nuk ka shpirt brenda, nuk ka moral brenda. Edhe vetëm të islamit mund të balancohen të gjona që... Po unë të pika e parë që ti e përmendit, tash për shkak se simpoziumi ka e kufizuar dhe njeriu nuk mund t'i thotë gjitha. Përmendoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në Mekë, po në Medinë shumë e qartë, do të themelon xhamatin, komunitetin, që është strehim, është vend ushqim, është vend përgatitje e thirrësve. Edhe është interesant se ata që janë eduku, nën kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, të fazat e sfidave dhe sprovave, kanë qenë njerëz që më të qëndrueshmit edhe më prodhuesit më të mëdhej sukseseve. Ata kanë qenë, do që në dorën e tyre janë udhëzuar shumica e tjetër e sahabeve. Dhe ajo do të vazhdimisht, për atë shkak do thotë njëra prej elementeve të rëndësishme është që të lidhemi na me xhamia. Çdo i ri, pa marrë parasysh ku banon, e ka xhamin afër apo larg, duhet të vënë pjesë përbërëse e planit ditor të tij, spaku 2 apo 3 namaze gjatë ditës i falë në xhami. Sepse largimi prej xhamis është automatikisht, do thotë, e ke thy një barierë që të pengon tjetërsimin. Si fillon zhytesh me pjesën tjetër të xahiljetit, këndej nuk je pjesë i rregullt i xhamateve, xhamiave që ekzistojnë këtu, edhe ti do të tretesh dal nga dal. Andaj na kemi thonë miqve tonë atje në Maqedoni që janë punësuar në arsim apo në administratë shtetërore apo komunikimi me njerëz të harxhon, për shembull, jo vetëm ata, por edhe neve si xhallat, për shembull, vetë ligjërimi, takimi me njerëz të ndryshëm, sepse ti takohesh me njerëz që janë fetar, por edhe me njerëz që nuk janë fetar. Njerëz që respektojnë rregullat fetare, por me njerëz që nuk i respektojnë. Me njerëz që ti pranojnë këshillat dhe me njerëz që ti refuzojnë. Andaj të gjithë, po sidomos aktivisti islamik i cili nuk është hoxh, edhe ka marrë përsipër të mbush një bashkëllëk të shoqërisë, ai në komunikim me shtesa tjera harxhohet. Edhe ai duhet të bën patjetër plan, program personal ditor, me cilën ta kompenzon energjinë e harxhuar gjatë ditës. Për shembull, që nga ora 8 deri në ora 4, atje kene ashtu është orari ditor i punës. Punon në administratë shtetërore. Ti je i vetëm që falësh, edhe ke rreth e përçak, do thotë 20, 30, 40, 50 që s'falen. Ti je i vetmi që ke synim të fitosh kënaqësinë e Allahut, ata tjerë askush s'ka synim të fiton kënaqësinë e Allahut. Ti je i vetmi që mundohet të jesh i ndershëm, ato gjithë shikojnë të shfrytëzojnë maksimalisht për interesat personale. Ti i vetmi që mundohesh të jesh i drejtë, ato gjithë bëjnë hile për interesat e tyre. Kështu më radh. Në atë ambient ti nuk je imun ndaj ndikimit. Se na kur flasim domodin për hadithin e përzierjes së shoqërisë dhe ndikimit, kjo nuk duhet të harrosh se ti ndikon po edhe ndikohesh. S'mund të jesh i izoluar nga ndikimi i tjerëve tek ti. Edhe për atë shkak do të le që ti harxhosh për shkak se niveli i tyre fetar është i dobët, ata nuk përfillin fen. Le që ti harxhosh për shembull duke tentuar të bësh ndonjë projekt hajrit, edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe me iman. Atëherë e vetmja zgjidhje është kur thesh në mbrëmje shtëpi të kesh plan qartë, konkret, çka do të bësh. Me namazin e akşamit për shembull, edhe që ndis tash është vetës voni që nia, apo dimrit e akşamit edhe yatsis, me leximin e Kuranit, me dhikrin e mbrëmjes, me kujdesin obligimet familjare, ai që është i martuar, grua e fëmijë, kujdesin ndaj prindërve, nëse është i ndarë për tyre, nëse është bashkë me ta, i ka të shtëpia aty. Se këto vepra
adhurime, e mbushin me iman dhe me energji të re. Nëse kur shkon në punë, fillon që nga zero e re. Mi po nëse për shembull atë ditë mbrëmje se ka zhvilluar program personal që e ka, nëse shkon punë nuk fillon prej zero, fillon prej -10. Edhe nëse një ditë bëhet -20. Nëse vazhdon 3-4 ditë radhazi pa e kompenzuar humbjen, bëhet -50, -60. A kjo një gjënë sikurse motori i makinës kur punon, ju e dini ka vaj mrena, edhe makinat që do të rrjedhin vajin, ka nevojë ta mbushish her pas here derisa ta rregullosh defektin. Nëse nuk e mbushe një ditë, nuk e dëmtove shumë. 2 ditë, 3 ditë, mirë, po kur fillon kalon ajo në minus që është më pak se gjysma, atëherë ajo vaj i pak i mbetur atje, nuk e ndihmon motorin kur nxehet edhe çka ndodh motori? Destinuar digjet. Digjet motori, gjithë bllokohet e themi në atje. Edhe imani jot, edhe feja jote, dini jot, aktiviteti jot fetar, nëse nuk mbushet vazhdimisht, a rrjedh këndej, për shkak se ti jeton në një ambient të këtill, nuk jetë në ambient për shembull Medinës, të Mekës, ku ti nga çdo anë për shembull mbushesh me iman, për shembull me tu larg këtyve lagjeve ku ka xhamia, lagjet e reja, ti s'dëgjon as ezan. As ezan. Para më do fëmija jot, që të rritë në të ambient që s'do ndëgjon ezan. Edhe pra them unë se xhamia duhet me qenë fillimi edhe mbarimi i aktiviteteve tona. Edhe pjesëmarrja namaz me xhamat në aktivitetet e xhamisë, sikurse ligjëratat fetare, aktivitetet e ndryshme janë shumë të rëndësishme, plus aktivitetet që e bën ti këndej. Puna e ndershmërisë dhe puna e perëndimit, ata nuk kanë ecë përpara përveç se duke qenë ndershëm, jo fetarisht, jo me Zotin, po si obligim që kanë marrë ndaj vetes edhe ndaj punës. Ata përderisa kanë qenë të ndershëm dhe kanë kontribuar për zhvillimin e shteteve të tyre, kanë ecë përpara. Ne kam përmendur një prej ligjëratave të mia, do thotë Gjermania mas luftës dytë botërore ka bë aksion special për rimëkambjen e vendit, se ka qenë e dëmtuar me katastrofë. Gjithë populli ka marrë pjesë aty. Dhe në ndërtuar kohë rekord. Po. Shtetet që janë shkatruar nga zero. Po, si? Gjermania dhe Japonia. Po, nëse ne kemi Gjermaninë më afër, Japonia ka pak edhe kulturë tjetër, edhe është më larg, por Gjermania është më afër nesh dhe është me rëndësi ta kemi. Për një kohë rekorde, rimëkambet, rindërtohet me pjesëmarrjen e të gjithë njerëzve. Edhe kjo do të jetë pjesë, domethënë, asaj që na përveç se do të jemi të ndershëm ndaj punës tonë si amanet punët, kemi parasysh edhe frikën për Allahut i cili na llogarit dhe na gjykon për situatat tona, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el-mu'minun ala shurutin, besimtarët duhet të përmbahen kontratave të tyre. Dhe çdo punë, domethënë ka kontratën, edhe kontrata e definon obligimin dhe detyrën tonë. Edhe nëse na dëshirojmë të bëhemi ndikues në rrethet ku jemi, atëherë bëne punën korrekt. Edhe nuk kitit nevojë të thrasësh në islam me fjalë. Puna jote vetë ty do të jetë thirrje më e madhe në islam, dhe kjo është domosdoshmë ajo që neve na jep Islami si fe edukat, që jemi autokritik edhe të jemi vetë kontrollues. Para se me na kontrollu neve shefi ose me na kontrollu neve ditën e Kiametit Allahu Dhul Xhelal. Andaj neve Islami na edukon që të kemi vetë kontroll. Edhe në raportet tona me Allahun, po edhe në raportet tona me njerëz. Edhe kjo formë padyshim se do të jep shumë bereqet në komunikimet tona, shoqëritë ku na se shembulli ajo që e synon pedagogjia islame është prodhimin e njeriu të mirë. I cili do të jetë model për tjetrin. Për shembull sot është shumë rrallë me gjithë njëri që s'gënjen. Ama nëse e gjen, shumë gëzohet. Edhe më i keqe. E tash është vështirë ta kesh atë status, do njëri që nuk gënjen, në rreth kur gjithë gënjen, se del budalla. Mirë po të bësh sabër në atë situatë për të arrit parimin, edhe për skejt talljeve është më mirë se sa ti ta shkelish parimin për me e te kalu domethënë fazën ku dikush tallet me ty. Dhe normalisht është ajo që duhet na të luftojmë maksimalisht ta ruajmë ndershmëri, sepse aftësi intelektuale edhe djalli dhe shejtani ka pas.
Edhe ka qenë më i mençuri se gjithë. Mirë, po në momente kur ati do të i funksionon zilia, edhe rebelimi ka shi urdhën e Zotit, atë nuk i mori dobi ajo mençuri që kishte. Po shkak i mallkimit. Shkenca, si gjithë e dim, nëse nuk përcillet me rregulla morale, mund të bëhet e dëmshme. Për shembull, gjithë ne e dim se industria e prodhimit të ilaçeve është shumë më e zhvilluar se ajo që na kemi sot në për tregjet e ilaçeve, në për apteka, domethënë edhe barnatorët tona. Po pse ndodh për shembull një ilaç për një sëmundje të rrezikshme që është zbuluar në për laboratorët e fabrikave të shumta të ilaçeve, nuk del e nuk bëhet pjesë e tregut, për shkak se ai ilaç ndoshta duhet t'i humbë për përdorimit 3-4 ilaçe, 5 ilaçe tjera që do thotë në vit qarkullojnë me miliarda dollar. E tash shikoni çfarë bën. Ai është shkencëtar. Edhe shkencëtarisht ka zhvilluar, domethënë, farmaceutikën shumë, mirë po në mungesë të rregullave morale, atë zhvillim shkencor nuk e shfrytëzon në shërbim njeriut, po kur e keq përdor. Do të lënë njerëzit të vujnë për interese materiale, që ai fiton materiale. Edhe këto mohabete janë vazhdimisht potencuar në për shumë shkrime gazetarisë sulumtuese, domethënë se shumë smundje kanë gjetë ilaçin, nuk e gjetin drejt sepse dalën tek atë ilaçit duhet t'i zhduk një grumbull të madh të ilaçeve të tjera. Edhe ai do të humbte shumë se ka prodhuar, janë dhe po presin do thotë plasmanin shitje. Edhe nëse nxjerr ilaçin e ri tani i cili do të anulon këtë ato, do të ketë ai prodhim, do ta hudhaj në prodhoqja përmes me udhat. E vonon këtë dhe kjo tregon konkretisht si shembull se mungesa e kritereve morale shikoni çfarë. Mos flasim për Hiroshima dhe Nagasaki, mos flasim domodin për bomat e shkatrimit masive kështu më radhën që janë pjesë e zhvillimeve domodin bashkëore teknologjike, po ti kthehemi asaj që jemi të ne. Edhe na këtu në mikroplan do të punojmë një, do të jemi suksesshëm shkollimet tona dhe të ndershëm. Dhe ajo do ndikon shumë pozitivisht në gjithë shtresat, të kolegët me cilët punon, të familja jote, e ngushta, pastaj më e gjera, në lagjen ku ti jeton, sepse kur ti je korrekt, edhe dëshmani më i madh, armiku më i madh, do të filoni nuk e pëlqej mendimin, do të kuptimin, mirë po, është korrekt në maksimum. Është i pashembullt lagje. Sjellja e tij është për mrekulli. Është neve për shembull puna e sjelljes, kishim të martën e kaluar se na kemi një rend luajm futboll çdo të martë mes nesh. Edhe kishim mysafir të martën e kaluam një grup nga Elesani, është qytet afër Shkupit. Kufi. A portet lindi është? Luajm gjitha lojat nga pa, gjitha format. Mirë po, ajo që bie do vëret më njëherë, është për shembull se luan një orë, 60 minuta, asnjë e sharp nuk dal nga goja. Kjo është sukses. Asnjë hile nuk ka në loja atë. Një po përgatitet të tregoj për kampionatën studentor që bëjmë ne në futbollit. Edhe është përfojt për këtë lloj shembulli. E po kjo njëjtë për shembull tash më ka përmendur edhe mua se njëra prej aktivitete është turneu. Kjo shumë është me rëndësi sepse unë tham do të shohësh shokët tonë xhamatin, shikoj se si luajnë futboll ata. Nëse gjatë lojës futboll janë korrekte, nuk shohin, nuk ofendojnë, nuk bëjnë hile, janë në rregull. Ai është si provë për të matë morale. Po. Na lozëm një futboll. Se del qesh ajo që kemi brenda, sidomos nëse je duke humbur. Se kur je fitimtar nuk shihet, ama kur je duke humbur, shihet po. E do them se na nuk e vërejmë, për shembull ne që nuk e kemi kulturë sharje, ne nuk dimë shahemi, nuk e vërejmë. Ama kur dash nga vetja yte dhe ta mendosh si një i paudhëzuar, që ata zakonisht do të shohin në sekond, mund t'ja numërosh sharjet jo në minut, atë thu po që qenë ka edhe për publiku që vjen shikon thotë, po kjo qenë ka për mrekulli, as ofenduan, as u shohin, as se zakonisht edhe zihen ato me vetë. Një kampionat që po bëj para nesh që organizonte Partia Socialiste, ata nën kampionat e atij kampionati ishin kampion tek kampionati jon. Dhe tha zhvilluar gjysmëfinali e sipër me security, me roje fizike tha, sepse kërcitën tha grushtat e shirmën tha për të mërshme brenda vllazërisë partijake.
Po, atë. Imagjino Me një bot kuptim, me imagjino një po. të lonin PD pse. Do të vriteshin. Do të vriteshin fatkeqësisht. Edhe na duhet Është mirë mos ta kishte tekstuar vërë se tani do garojnë në moral. Edhe do kalojnë ndeshja kështu pa zhurmë fare. Alhamdulillah, po ajo është sukses, ajo është sukses. se Florenci është tifoz i fuqishëm të emocion, kështu. Jo, kam filluar lot nga një çik kështu. Unë për vete personalisht që mbytja Alun mbrojtja apo portja. Unë nuk jam lojtar i theksuar normalisht, nuk është prioriteti jam në jetë, por e kam dëshirë që të lëviz. Edhe luj, edhe portier, edhe mbrapa, edhe në mes, edhe para, nuk jam dhe një lojtar i theksuar. Po, mirë po, përfundojmë, kur përfundon loja edhe humi për shembull, edhe më thojnë ato shok, humbëm, thëmë, jo, une jam fitimtar, pse djerësa ime, në fanellën time, është suksesi im. Se une këtë djerës nuk kam kur e nxjerrja, tani ki futbol, une jam fitimtar. Mjafton shëndetin që e ruajmë, e që e fitojmë, mjafton që takimi bëhet, mjafton që domthon afrohen zemrat e njerëzve. Edhe normalisht ajo që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se besimtari i dobët. Në të gjitha kuptimet. Kjo është edhe pra në fizikë. Po, edhe anën fizike. Dietarët kanë komentuar hadithin, do të përmendin aspektin e imanit fillimisht, e diturisë, pastaj edhe aspektin fizik, dhe kjo domen se është shumë e qartë. Për shembull, ta zonë do një xhami, më një fshat, fshatra. Nëse nuk je i fuqishëm fizikisht, s'mund ta ndihmosh atë xhami. Se ekonomikisht nuk je, se je beqar, për shembull, pa konsum, pa rrogë. Ti leks mund t'japish. Diturisë mund t'japish se nuk je inxhinier, për shembull. Je një xhamat i thjesht. Ama nëse je fizikisht i fuqishëm, ti mund punosh edhe të kontribuosh për xhami më shumë se sa të tjerët ndoshta. E ke qartë. E mos flasim për majdane të tjera ku forca është më rëndësishme. Tash Andersoni ka një pyetje sa më të shkurtër se edhe pak thirrjet e Zani. Është thirrje dëgjova? Po, duket se dëgjova. Okej, bëj pyetjen edhe po e lidh me simpoziumin. Ju hoxha aty përmendet nevojën e perëndimit për Islamin dhe atë dy shembuj tipik, rastin pas luftës dytë botërore ku aplikua poligamia, edhe rastin le të themi tanishëm nevoja për sistemin bankar islam. Pyetja që më nga kjo është çfarë humbi perëndimi në veçantë dhe bota në përgjithësi me dobësimin e muslimanëve. Shumë ka humba, ato dietarët muslimanë kanë shkruar libra të tëra, do thotë çfarë humbi bota nga dekadenca e muslimanëve. Ajo që e thash më herët, do thotë e humbi shembullin e mirë, që është element shumë i rëndësishëm. Sesa përderisa bota islame ishte peranduri dhe fuqi, ishte shembull një qeverisje së mirë. Që qeveritarë tjerë, kur i bënin zullum popujve të tyre, e mos flasin domthon komshive, atë intervenon ke pushteti perandori musliman, sultani domthon, edhe kërkon të jenë të drejtë. Në anën tjetër, populli kishte shembull ku e shef një perandor i cili është modest edhe i cili e shërben edhe flijon për pushtetin që ai e qeveris. Lere që përveç kësaj, zhvillimi shkencor që fillon me zbulimin e metodës eksperimentuese, që është baza e zhvillimit shkencor, dekadenca e muslimanëve është ndërprerje e atyre fazave të zhvillimit. Dhe prej kohës kur muslimanët do thotë përjetojnë stopim të zhvillimit shkencor, shkak të mëdhon të dobësimit të pushtetit të muslimanëve dhe kalimit tek perëndimi do të kërkon kohë. Edhe po të ishte e vazhdueshme ajo, ata do të vazhdonin domthonë ta marrin gatshme për muslimanëve dhe të avancuar, zhvilluar me gjitha këto kriteret morale. Sa të shumë gjëra nisën nga zero. Po. Ata për shembull i morën për muslimanëve mënyrat e studimit dhe ulumtimit dhe zbulimit shkencor, po i lanë pas kriteret morale që muslimanët i kishin parasysh. Për shembull, sot ju e dini se eutanazia, domthonë shumicën e vendeve evropiane lejohet. Bilën bash sot më pyetin në SMS një mek nga Shkupi. Kështu një rast domethënë. Por te na musliman nuk lejohet eutanazia, domethënë faktikisht kur njeriu jeta e tij varet nga aparati. Edhe për shembull me një shkrim të familjarëve domethënë i heqin aparatin dhe vetes. Pse se ata ata e shohin krijesën domethënë njeriu si krijesë fizike vetëm atë. Nëse është shërbim domethënë ata e mbajnë gjallë. Në atë moment që bëhet barë, ata e hudhin.
Na, për shembull, na lere që njeriu si njeri i kësaj është i gjallë respektojmë. Madje edhe kufomën e kemi obligim fetar të respektojmë. Andaj thot Muhamedi alayhis salam, t'ia thesh një asht, domos dekut është kështu t'ia thesh një asht gjallit. Do shikoni edhe xhenazë kufom, s'ke det t'ia thesh të eshtrat. E mos flasim për gjallin. Do kriteret morale këtu humben pastaj. Se kjo është gjithashtu për gjërave shumë më rëndësi. Tash detale ka shumë që kanë humba ata me këto ligje, domethënë që kanë shpik ata nga vetja dhe kanë abroguar me këto ligjet e Islamit, ka shumë detale, por këto i përmend dy më të mëdha që kanë ardhur momentet më kritike për ata. Se në një rast ishte domthonjë pikpyetje ekzistimi biologjik, këtë rast ishte pikpyetje ekzistimi ekonomik. A dyjat janë bazore për zhvillimin e një populli. E këtëre vetëm i përmend si rast kur ata janë detyruar të rikthehen shumë ligjeve islame, edhe pse ata vazhdimisht i kritikojnë. Për shembull, Allah për poligamin flitet vazhdimisht, edhe pse ata gjithë janë poligamista, mirë po jo legal. Jo legal, edhe pra te puna e zinaz, domethënë, që është faktikisht prej dukurive më të shëmtuar të përhapura maksimalisht në vendet ku s'ka islam, është ai zbulimi shkencor i një mjekut perëndimor, pse thot gruaja pas divorcit do të pret 3 muaj. Interesant. Edhe bën hulumtime, do thot, edhe vjen te konstatimi se mitra e gruas, domethënë, çdo marrëdhënie intime, organet kur puqen, krijohet një thartin speciale. Edhe ka dallim mitra e gruas ku ka për shembull marrëdhënie me një njeri, edhe e thartin që i liente, edhe mitra domethënë e njeriu që gruas që ka marrëdhënie me shumë burra. Dhe për tu spastruar mitra duhen minimum 3 muaj. Që e thartina që krijohet, po në atë mitra domethënë mos përzihet me tjetër. Edhe ai duke nis nga ky studim i këtij ajeti në aspektin shkencor shkon bën analizë pastaj gruas vetë. Edhe gjen se 3 fëmijë si ka ai me gruan. Allah. Si janë drejtë ato. Edhe bëhet çka ky, domethënë ky studim shkencor i këtij rregulli islamik, që ai pastaj konvertohet në musliman. Do të them se detalet nuk, nëse i numërojmë, janë të shumta se sa humbin bota, do thotë, prej mungesës parimeve të islamit. Dhuna në familje. Shumë dhuna në familje, shumë pyetni ju gjyqërit tuaj. A ka pas fenomen, do shumë, se të ju është ndërprej feja 67-90, do shumë, po të nesë është ndërprej. Dhuna në familje ka qenë në qenë i panjohur, termi panjohur të na. Kur është paraqit dhuna në familje? Është paraqit me trendet moderne. Se gruaja të ne, do më familjet muslimane është si mbretëresh. Është e mbrojtur, e ruajtur, edhe do thot i bën punë që i përkasin natyrës së saj. Asgjë më shumë se. Për shembull këtu në Shqipëri, ju e dini më mirë, shumë gruaja fatkeqësisht që nga koha e ateizmit, domethënë, e këndej, punon punë fizike më shumë se burri. Badja dhe ajo poezia e Çajupit apo është po. Po. E tash për shembull vjen puna këta modernistët flasin Islami von padrejtësi gruas. Edhe ti den rrugë shef gruan e ka vendu, domethënë e ka mbush kokën në shpinën me drose, me krande edhe punon fizikisht punon. Këtë kulturë nuk ka bëj Islami. Ose ka bën vitrinë me shit malli. Po ose ka bën vitrinë, domethënë ose ka bë e ka bë mjet për ta shit malli. Malli më i vlefshëm se sa femra që e promovon mallin atë. E tash ai vjen të akuzon ty që e mban gruan tonë si mbretëresh shtëpi, të mbrojtur nga sytë e huaj edhe nga dora e huaj, edhe angazhohet vetëm me punë që i përkasin natyrës së saj, të akuzon ty për mos respektim të femrës. Për shtypës. Po, shtypës, domethënë, injoruese, nuk ja drejtat e vetë, sikur se ai milioneri domethënë që ndodh ajo pyetja kush paraca është në kamën e nanës atë, kush e ka thonë këtë thënie? Buda, Papa John Paul II, domethënë Jezusi apo Muhamedi. Muhamedi e prashë. Muhamedi në start, jo, s'mundet. I po nuk mundet, se dimi se çfarë trajtimi për Islami gruas atë. Efektet e medias, ka fal. Se ju e keni falë, po çuna do të shkojmë për jaci. Okej. Allah ju rrit, inshallah, dashmira vjen mirë që ju takom, inshallah ju presim në Shkup. Vinet na vizitoni, inshallah, Zoti ju rrit, dashmira. Çuna çojmë inshallah.
Nga trajtoni. Rreth deklaratës së re të Kanares se shqiptarët më dhunë për në Islamin. Çfarë opinioni ke marrë? Po na shumë herë kemi sqaruar, se këto shumë fakte, domethënë historike tregojnë se kjo nuk është e saktë në qendrore. Se po të ishte me dhunë, do të bëheshin muslimanë dhe popull tjerë përveç shqiptarëve. Në Ballkan ka pas shumë popull tjerë, edhe bullgarët, edhe serbët, edhe kroatët, slavë përgjithësi do të kanë qenë grekët, që janë bo muslimanë, po të ishte me dhunë, bullgarët edhe grekët do të bëheshin përpara e sert para shqiptarëve. Se ballafaqimi për Andrisë Osmane ka qenë me ta fillimisht, pastaj mos me bullgarët edhe serbt edhe hungarët. E pastaj ka ardhur Kosova, ka ardhur domethënë tokat shqiptare. Është thjesht fundit ai nuk është historian domethënë, edhe fjala e tij nuk është që ka peshë historike. Ai mund të folë për letërsi, që është domethënë drejtimi i tij. Ama për histori janë historiantë edhe historianë ndërkombëtar ose historianë e huaj që flasin për këtë periudhë, se gjithë konstatojnë se hyrja shqiptare në Islam ka qenë vullnetarisht. Për dy arsye, një për shkak domethënë besimit, dy për shkak ikjes nga taksat dhe tatimet e kishës. Kjo ka qenë, ama mohabetit që thonë me dhunë ose për shkak privilegjeve që ka fituar muslimani armën e kështu me radhë, janë mohabete që askush për historianëve nuk i ka theksuar, nuk i thotë, dhe kështu që nuk ka peshë domethënë relevante deklarata e tij. Është deklaratë politike, si njeriu që ka jetuar domethënë birrën politike të Partisë Komuniste dhe është rrit aty, e vazhdon ai me njëjtën tempo domethënë me fora, ama nuk mund me pas peshë akademike dhe shkencore. Në fundit, sikur se thash domethënë ata historianët e huajt pa anshëm, edhe sot domethënë këta bashkëkohorët, por që mundohen të janë akademikisht mirë përgatitur dhe mos kanë ndikim politik, edhe ata thënë njëri kosarim se dhuna nuk mund të jetë, se është fundit kjo ofendimet në shumë për shqiptarët, nëse me dhunë janë bo musliman, atëherë do të pas kanë qenë të cana, frikacak. A këndej na, për shembull, zakonisht krenohemi dhe murem se jemi popull trime, kemi Skenderbe, kemi Izboletini, Bajramcore, e kështu me radhë. Dhe tash, domthonë është paradoks, këndej na lavdërohesh me heroj, a këndej na thu për shembull, heroj që kanë luftuar, kanë rezistuar për ndërtesë Osmane, a këndej na thu për shembull që ti prej me dhunë është bo muslimatës, që është ka mundësi me dhunë, trimi vritet, edhe se ndronë parimin edhe minim. Na kemi të shmit kundër ta, për shumë kohën e slavëve, kur Serbia dhe më thonë i merë tokat shqiptare, a i detiron të islavizon shqiptar me dhunë, edhe kemi dokumente historike të shumëta që a i thot une as kom pas fejës në drejtë. Mbetën dhe më thonë, mbetën shka shqiptar musliman. Edhe kjo është argument plus, a i me paskon që është bo musliman me dhunë, kur është përdorur dhuna kundër tij me u bë, domethënë një musliman ajo të marrësh që pranua, ama këtë rast ai ka bërë kundër. Kështu që është sikur të thash deklarat politike për aspirata karrieriste personale, njëri që moti ka merak me kon nobelist, tash është i gatshëm i voket vetëm me moshmimin Nobel, po të s'pa e japin badjava se Ismail e ka jeni. Masonen nuk ka bënë kontribut shumë të madh që me dhonë në çmim, se edhe për letërsi kanë marrë njerëz me edhe musliman, ka marrë Nëxhib Mahfudhi për shembull, i Egjiptit, ka marrë Ferid Muradi, me pa i ka bë punë. Musliman, ose për shembull ai i Pakistanit, bankari, musliman, mirë po, kanë bë kontribut që është dashur me dhënë Nobel. Letërsia e tij Allah është vlerësuar në çat nivel botëror që të ketë domethënë me marrë. Tash nuk është e drejtë njeriu për një interes vetëm personal me përdhos këtë një histori domethënë kalume. Nuk është drejt. Ka drejt Sami Xhefera që i thot gab. Po vallahi e din kur elaboron ai se kam lexuar tekst i vjen ashtu. Domthonë një treg evropian, se gjithë na e dim për shembull se Evropa e ka sistemin funksional, domthonë rrobat e vjetra i gjuan për shembull te dera, i lanë i shpërlan, i lënë te dera pastaj ato i marrin edhe i shpërndajnë domthonë reciklin po zakonisht edhe në botën e mendimeve kanë ata një sistem tillë. Mendimet që koha i ka ngrënë dhe i ka vërtetuar se të panevojshme ose pa dobishme, ata i praktikojnë. E ke shkoni me ato mendime që kanë te kaluar si thot, edhe mundot të plason këto si të vërteta domethënë shkencore.
në këtë kuptim i ngjan domethënë këti deklarimi ose kualifikimi që e bën Sami Zinfera, se shkon me mendime domethënë të hudhura në beturinën plera të Evropës, ai mundohet të reciklon ato të sjellë si mendime të reja ose të rëndësishme, edhe pse e kam thonë shumë herë se shqiptarët kanë djemë të ri shumë përgatitur që dinë shumë gjuna që tash më herët domethënë dinë anglisht, italisht, gjermanisht, spanjollisht. Na kemi të bëjmë me një rini e cila është shumë mirë e shkolluar, e përgatitur, na lexon gjuhë të ndryshme të botës. Kemi njerëz që marrin titull shkencor, doktor, profesor, doktor në gjuhë të huaja, në gjermanisht, anglisht, që tregon se kemi një shtresë të re e cila nuk është peng i të kaluarës së tij, e as peng i diktateve për njerëzve që nuk kanë ditë gjuhë të huaja ose vetëm gjuhë të huaja që kanë ditë që ndoshta gjuha serbe. E tash duke pasur në kësi kapacitete që janë gatshëm me hulumtu edhe arkivat evropiane, krahas atyve perandorisë osmane dhe në Turqi orientale, një studius i cili është i gatshëm, studion në arkivat oksidentale, në ato orientale, ajo është mbi gjitha domethënë njëri që nuk bie pre e disa fabrikimeve të cilat nuk mund të argumentohen historikisht, dhe për këtë shkak qëndron domethënë ajo teori që thotë ai se ai merr mendime të hudhura si beturina e tenton të paraqet të domosdoshmë si edhe pse normalisht ai si duket konfund nuk është interesuar për Shqipërinë më shumë, ashtu që edhe vizitat i ka shumë rrallë, kresh në një rast special normalisht edhe mosha e von veten edhe shëndeti, po vetë fakti që e praktikis vendindjen edhe vepron diasporë, atenton ti je baba, ti je këndë çon, për shembull baba i shtëpisë me jetu për shembull larg shumë me 1000 kilometra larg shtëpisë, po si s'mund më qenë baba as shtëpia, më s'mund të menaxhu mendimin në atë shtëpi, e kështu që e këtu ka një paradoks, kur ai nuk pretendon me qenë babi mendimin shqiptar, sepse ka lënë Shqipërinë. Ai don jashtë, pa nevojë, se më konë që është me nevojë, kuptohet. Ka pas disidenta që për shkak të marrëdhënieve politike kanë praktikisht. Mirë, po këtu ka një rast për shembull që dojnë me zot ta bëjnë bab mendimit shqiptar, a ai s'don. Sa ai ka lënë Shqipërinë ka shkuar në Francë. Edhe ai mirë domodin mundohet të afirmon vetveten nivelet botnore të dërthis, nuk shqit të shqipat në më afirmon. Mirë, po këta me zotën me bo atë që ai s'don më bo. Në këtë një paradoks interesant që shpesh herë ka nevojë me mendu pse, çka e lidh këtë fundin. Nëse nuk del islamofobia si pikë përbashkët, nuk e kuptoj domosdoshmë se çka. Sa di ka një paradoks ai intervista, thotë në 20 vjet para se me urdhni vendimi për me ndërprer fen, e kishim praktikisht fen. Edhe thot pastaj të shqiptarët nuk ka pas edhe as shumë interes për fen, po s'ka pas të ti. Edhe të shokët e tu. Më kjo zëmë të smushti me folë për këtë Shqipërinë, sepse na e dimi me raste konkrete se njerëzit edhe pas vendimit për praktikën e fes do të kanë vazhdu me namaze, me agjerim, edhe pse ju ka kushtu me burgosjet përjetëm në shumë me vrasja. Bile kemi njerëz, sikur se të tregu rasti mundit, kanë praktikisht fshatin, kanë shku në shpel me etu, veç me ikë për dinën e vetë. Ashtu janë raste konkrete që këtë na i dim përballë një deklarate politike që ai e thotë domosdoshmë, normalisht kjo tregon se është politike, nuk është historike. Po çka mendon ti për grupin e intelektualëve që banë shkrimet për mos rishikimin e historisë? Nëse ajo që është evidente ku unë muj me folë, se unë s'muj me folë për historinë, sepse nuk jam historian, ama muj me folë për këtë listë emra, sepse mas pak ka historian këtë listë. Edhe këtu është paradoksi i parë, të kanë gabuar shumë, se dhe më paskon pak më dinak në këtë qëndrimin e tyre politik përsëri, po them, i kishin përzi një 5-6 historian njohur të shqiptarët, edhe pastaj një 30 emra që si gazetare, publiciste, shkrimtarë që a ishin 2-3 veta me titull shkencor, nuk ishin me sa më kujtohet se është pak më herët kjo listë. Vetë fakti se kjo listë është e përpiluar prej filozofëve, publicistëve, gazetarëve, edhe studentave domodin, a më pak aty domodin ka historian, tregon se nuk ka peshë ajo. Përsëri tham që e kanë thonë disa herë, ndoshta mënyra se si ka dalë mejdan domodin kjo punë, ndryshimi i teksteve historike, ndoshta nuk është e shëndosh, nuk është e saktë, nuk është e duhur, mirë po se tekstet historike kanë qenë në ndikimin e ideologjisë komuniste, ateiste, që secili lexues i iva më thjeshtë e vëre. Bile në ala kemi problem me ideologjizim, për shembull
librat shkollor, që flasin për historimin e njerëzimit, ku flasin për rëndop, për shumë midis Kosovë ose Maqedonie, ku populli është 100%, 97%, 96% Kosovë, 100% shqiptar po foli, Maqedonie musliman, libra shkollor edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, ku flasin klasën e 5-6 për historinë e botës, në historinë e religioneve, Allah e thonë Kurani është vepër e Muhamedit. Atë që një randë me konë njëri, lexoj enciklopedinë britanike, çfarë do është enciklopedie, botnore serioze, kime gjetë se Kurani është libër që ka shpall Zoti profetit Muhammed sipas muslimanëve. Sipas muslimanëve, ti mund të shpallësh kështu. Ama me thonë Kurani vepër e Muhamedit, ose Islamin e themeloi Muhamedi, këto janë dëshmi se ajo histori është shkruajtur për njerëzve që kanë bagazh ideologjik komunist, edhe pse është shkruajtur ndoshta 96, 97, 2000, 2010, 2005, apo. E tash këto fakte tregojnë se historia ka probleme reale. Edhe ka nevojë të rishikohet, bile kërkesa për rishikim para se marrë prej Turqisë në lidhje me Vendin Osmane, ka ardhur prej Evropës. Madje kushtetuta e re në gjithërim, për shembull, Kosova pse është pa himn? Nuk pse ka Beethovenin himn atë. Sebeb çasaj se UÇK-ja ka luftuar në atë himnin kombëtar, edhe në flamurin kombëtar, për shiru tokat e Kosovës nga okupatori serb. A turqët janë nërën himnin kombëtar dhe flamurin kombëtar, apo evropianët dhe amerikanë? E tash ky e la himnin kombëtar, e boni Kosovën pa himnin kombëtar, që domethënë kanë hyrë burg njerëzit për çastimin kombëtar, e pa flamur kombëtar që kanë hyrë burg edhe janë vrarë për çast flamur kombëtar. E kur vjen puna teksteve historike që janë ideologjike, domethënë edhe me plot argumente, atë ngul koma thotë jo na zbim në ndikimin e. Po ti çysh e pranove këtë ndërimin e kësaj kushtetutën e ke bëu për shembull, që është kushtetuta më demokratike e mundshme, domethënë 1% shumë e vogël, 2-3% sa janë serb në Kosovë kanë drejta më shumë se një komitet i madh ka 20-30% kudo qoftë në botë. E të ashtë këtë këtë i ki bon, kur vete puna me folë për ndrimin e tekstit historike po bën në zhurmë, të regon se nuk ka qasje dhe më thonë sinqert edhe nuk ka qasje akademike. S'po kërkohet më ndru, këtu po kërkohet veç më rishikuar. Kodë, ma se në fund nuk po të jep ti tekstin gafshe, më thonë që këtë vënajt këtë heke, edhe ti bëne në fund. Ti bëne, ti vendose, nëse mendon se ka, heke, nëse vendose. Mirë po të gjithë institucionet relevante ndërkombëtare thonë duhet me largu shprehjet e dhunës dhe urrëties prej përdorimit ditore. Po tash çfarë është këtë mohabeti? Pse më e mbërtu okupator gjakatar, për shembull, kur mund të thonë prandoria osmane erdhi për shembull dhe sundoi këto vise. Si shembull domethënë edhe pse forma e përsërimit e akademikëve dhe historianëve me cetur. Ama sikurse edhe e përmenda, ai nuk thotë këtë tekst vendoi thotë rishikon e ju. Dhe ju vlerësoni çka do të më jek, çka do të më lën, ama gjithë janë, ose shumica të muse, për shembull, që kam lexuar pas intervistat pas këtyre rasteve, po thonë gjithë historianët e filozofë se ka hapësi për rishikon. Se është historia domethënë e ideologjisë. Atë nuk e di pse më vë peticion, edhe sidomos ata që janë historianë. Ti nëse e ka të shkruaj ti tekste kundër kësaj, se ki drejt. Ama ti s'mund të vë peticion, se çfarë ne mund të shkafet e vën peticionin. Ne mund të kujtë thirë është ti. Akademik nuk je, historian nuk je. Qka, a ti do me bëhë politik, tu s'ka hapësirë për politik, tu ka do më thonë, e rishikon apo nuk e rishikon? Ka interes, ka nevoj e rishikon. Ka interes e rishikon, se unë i fundit shtetë e zhvillon në konform interesit kolektiv që e kanë. Edhe politikat ashtu, andaj për shumë ka sistemi demokratik, ka zgjedhje që populli e shpërblen apo e dënon një garnitur politike konform sukseseve apo dështimeve. Tash edhe ti si popull, si pjesë aty popullit, nëse vlerëson një garnitur politike që ka gabuar kur ka pranuar për shembull një propozim për rishikim tekstit historike, ti nëse kemi si me dënuat me votime mos me votu. Nëse mendon që ka qelluar me e shpërbly. Po mo ti s'ka nis lufti për shembull me Turqinë. Pse Turqia ka kërkuar për shembull rishikimin historik? Se e drejta e saj. Çdo është domosdoshmë e drejta e çdo kombi me kërku për shembull nëse e ndihmë vetë është i cenum, dhe ti me kërku na që kërkojmë për shembull atë. Shqiptarëve tu i bën drejta kamos, për shembull Lugin Trashevës, Malzi për shembull atë Çamëri, a flasin, tash më dal greku më thon, ju që folni për Çamërin, apo ju
jeni domethënë kundër bashkëtesës. Kështu i vjen Izraeli. Çdo kom, çdo popull ka drejt me kërkua domethënë me reagu aty ku mendon se është bë padrejti. Pastaj vlerësohet, a ka as ka padrejti, pastaj domethënë edhe veprohet. Ama kështu me fillu domethënë ofanziva e fushat ose ç'von, shihet qartë se këtu ato elementet komuniste, ateiste, edhe tentativat për t'u shit perëndimit më katolik se papa, janë shumë evidente dhe janë shumë të dukshme që perëndimorët nuk mashtrohen, nuk i hangë dhe fora atin, veç atë bëjnë. Si nuk rastin Mostra. Po dhe sikur se rastin Mostra, departamenti amerikan domethënë, kur flet me raportin për ditët e vitit fetare, për çdo vjet, edhe si vjet doli dhe tha, domethënë, se rasti Mostra, dhe pse mediat maqedonase nuk i kanë dhënë këtë lajm. Rasti Mostra nuk ka as pak elemente fetare islame ose radikaliste apo fundamentaliste fetare islame. Edhe pse ata deklaratë e parë ke pushtetit se tu ka elemente domethënë radikaliste islame. Kjo është ai muhabeti domethënë se kanë herë politikanët tonë ose disa gazetarë dhe publicistë do të bëhen më katolik se papa dhe mendojnë se në këtë formë e bëjnë Evropën perëndimin që të punon në favor tonë. Kjo nuk është e saktë. Kjo është një formë domethënë meskine e veprimit, e cila ndoshta dikujt afat shkurt i plotson ndonjë dëshirë apo ndonjë interes, ama afat gjatë është shumë e dëmshme se diskvalifikohet ai vet, edhe demaskohet domethënë si figurë intelektuale. Hapësirën që më Po që një akine ka analizë pse ato shqiptarë që janë perëndim janë më pat sa janë të më të flak janë kur vdes dhe unë pranoj me him fort Norvegjis apo kam qef marrë këto apo pse tani jetën e kalon atje ose. Po vallai, si më thon, ti ka një farë lloj vuajtje shpirtërore që ai ka qenë larg vendimit së vatonit, e mundohet ta kompenzon atë me një patriotizëm më të theksuar në momentet e fundit. Po është një valloj tentative për ta shpërlar veten. Se ndin veten si fajtor, mirë po, domethënë nuk gjen mënyrë tjetër për me shfaqur veten përveç se theksimi i këtyre emocioneve në momentet e fundit. Normalisht ka përtyme që edhe pjezorit kanë ik, edhe kanë baktis vendinjen, reformat politike që kanë qenë më herët, kanë qenë zullumçare, edhe ai dashte pa dashte, më thonë s'ka pas çfarë tjetër. Aleikum selam.